Mirë se keni ardhur. Kënaqësi e madhe për shoqatën e tifozave të Vllaznisë, prania veteranëve të Sport Klub Gjakovës. Normalisht që pas ndeshjes mendova që një darkë për qef, për respekt, edhe 2 dhurata të vogla simbolike për në rund zotin Gzim Daka dhe zotin Bojar Haradinaj. Ftoj zotin Haradinaj. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Merci. Të shiftoj zotin Gzim. Ftoj zotin Gzim Daka, drejtorin e Sport Klub Gjakovës, për dhuratën simbolike. Faleminderit, Sala. Faleminderit, Kamil. Doktor Çan Anesh. Hadi Komandër. Bojar. Të ndroj vendet. S'ka gjë, atë kjo. Me martu që këtë, që sigurisht. Kom knatësin, veç pak, unë edhe njerë në emën klubit, futbollit Gjakova, në emën të në kolegëve të mi, cilët janë grup moshave të ndryshme që kanë kalu në për akademinë e klubit futbollit Gjakova. Janë disa djemë që kanë bajt edhe barën kryesore ditët më të vështira, kur kanë qenë, ku na u kom punë Serbia, na qitën për stadiumeve. Ndërta i kom këtu disa djemë dhe disa që kemi lonë Gjakova atje jonë shumë. Unë jam krenar që i kom këta për kra. Mbi gjitha, klubi jonë i ka dhonë edhe dëshmort, po i ka dhonë edhe luftetartë për lirinë e Kosovës. Jam krenar që pranë meje gjindet edhe generali Bojar Haradinaj, i cili edhe para, gjatë edhe mas luftës është njeriu që tash është keq flas, po ju shumica e dini historinë e tij. Është njeriu që i ka 18 plagë në trup, edhe historia e tij ka evoluar nëpër televizione. Po është krau i djathtë imi, edhe në asnjë moment s'na kalon vetëm në ditë më të vështira, se na mbas luftës i kemi pas ditë pak më të vështira se ato gjatë luftës. Po sido që tjetë, emni klubit futbollit Gjakova mbjetoj. Kështu që unë e falenderoj presidentin, Bojarin, për punën që e ka bo, e po e bon zbashku me ne. I falenderoj edhe shokët e mi, po e kam një histori me Shkodrën edhe një herë, po kur flasë për Shkodrën, kam shumë nostalgji edhe më dalin lëtë, kërkoj falje. Shkodra, s'kam që ka flasë, është kapaku i kombit, si për edhe dashuri, si për kulturë, si për sport, si për gjitha. Ndër ata që përmenda na i takojmë sektorit sportit, e këtu mbje mirë që kemi një futbolist me emën, një yll të kombëtarës, Rudi Vatën, të cilin e falenderoj nga zemra. Po ashtu në vend që ati duhet ta falenderoj një mik shumë të veçantë, edhe pse o socialist ne përkraj me dojmë, po Sander Demen, të cilin është një gjigant.
Nuk heziton si për të mirë, si për të keq, pa na njoftu. Kështu që mitësinë, veç çka kemi trash edhe kemi vazhdu, se të parë tane kanë lidhë Gjakovë Shkodër, edhe besoj që do të jetë edhe në të ardhmen, po unë e thash me Shkodrën kom nostalgji, se e kom pas familjen 3 mujt plota gjatë luftës, edhe asaj familjes mujt t'ja kthejt mirat. Po në baza saj edhe ju shkodran tjerë keni qenë i keni hap dyrt në ato ditë e vështira krejt Kosovës, po thomë Gjakovës, se Gjakovarët i kanë pas do njerëz vetë këna i pari edhe jemi strehu pak ma letë, po si do që tjetë faleminderit për gjithçka, faleminderit Sander. Edhe na i kemi dodorata këtu zbashku me këta shokët, i kemi përgatit edhe me presidentin. Jonë pak modeste, po për ne ka vlerë. Dhoratët gjithmonë janë. Une, presidenti do t'i shpërndojnë, unë do t'i publikoj. Këto e kemi për kryetarin e shoqatës Sander Demen. Është një majic me simbolin e brigadës 137 Gjakova. Një brigadë e vetëmja brigadë që ka pas një qytet, tjera qytete kanë evolu në për fshatra, në për male, po jemi krenar që i kemi emnin, edhe jemi krenar që e bojmë këtë skem këtu, me plot krenari edhe me këto do t'hinë dheja që do të fëtë. Po ashtu, gjatë rrugës në erë një lajmë se kemi dhe Rudi Vatën këtu. Njëjtën gjë, Rudi do t'a ketë, do t'a shpërndon prap presidenti Bujar Haradinaj. Se UÇK në Shqiponin ku që zima. Sigurisht që është emocion i veçantë për këtë simbol, domethënë. Sigurisht që familja Haradinaj është një familje tradicionale me histori tepër të madhe për kontributin që kanë bërë për çlirimin e Kosovës, tokë shqiptare. Për mua shumë emocion dhe shumë kënaqësi dhe krenari që kjo sot rrin gjoksin tem. Ju përgëzoj dhe faleminderit shumë. Kemi, që s'do të harroj, kemi një miktimin, Toninin, Franjen, me një flamur të ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe me një flamur shtetit të Kosovës. Prap presidenti klubit do t'ja jap, Toninit. S'kemi lonë anash as mediat, thash pak ma herët në pyte për Antonio Markun, një qonë që qyteti e ka dasht, e ka qmu dhe ka vlerësu si futbolist. Edhe ne sot kemi pat arsyeshëm prindit ti, gospit, t'ja japim një mirënjohje nga klubi, ku do t'ja jap prap presidenti klubit zotëri Bujar Haradinaj. Renato Antonio. Respekt mik. Zim falenderit. Kjo është shumë e veçantë që marrë këtë mirënjohje nga klubi i Gjakovës, pikërisht nga ky klub, nga ky qytet ku djali im Antonio Marku për disa vite luajti me shumë pasion, me përkushtim dhe dha gjithçka për Gjakovën. Falenderit. Faleminderit.
duke por edhe duke vlerësuar njerëzit që spritojnë ta bojnë ku do t'jenë, si ngzim, si njëdhnim, ne sot kemi vendos Irfan Domorit me njëri nga klubi. Bravo Irfan. Dhe për fund, e kemi për lokalin Petritin. Komando. Në fund kërët. Petrit, faleminderit për jush, e sukses e djallit. Këto ishin nga ana jonë edhe njëherë, faleminderit për jush shumë. Une, Rudi, kisha pas dëshirë, Sander, kisha pas dëshirë mi adhon fjallën pak generalit. Po tjetër. Se une pa urdhën e morra fjallën, kërkoj falje, se tash kjo rrugës sankcionet mi shton, Po tjetër. po si dhe që tjetë, që. Përshëndetje për gjithë, mas pari faleminderit shumë për mikpritjen, faleminderit shumë edhe për kontributin e juaj që keni dhënë në zhvillimin e sportit të Shqipërisë, po ashtu ndihmën duke ia dhënë edhe shtetit tash të Kosovës në kohë të madh vështira që ka kalu sidomos mas periudhës luftës Kosova. Ne jem mirënjohës, do të jem mirënjohës krejt jetën si shteti i Kosovës, si një shtet i ri, për gjithë kontributin që ka dhënë Shqipëria gjatë luftës, sidomos me mbajtjen e refugjatëve, po ashtu në pajisjet që i ka pru në ndihmën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të nis prej pikave që në kryesore që ka qenë armatimi, domethënë mos të ishte Shqipëria, unë besoj edhe mendoj që Kosova nuk do të ishte e lirë sot. Andaj ne do të jemi mirënjohës, ne si pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, po edhe si popull i Kosovës, do të jemi mirënjohës gjithë për vllazërit tanë në Shqipëri, edhe për gjithë ata njerëz që kontribuan në lirinë e Kosovës. Andaj shpresojmë që të vazhdojmë këtë traditë, ta ruajmë bashkërisht si Shkodër, si Gjakov, se ne jem vllazë dhe jem një, edhe vazhdojmë që do të jem një edhe me tutje, edhe pse i kem sot 2 kombëtare ose 2 përfaqësuese, besoj që shumë shpejt do të jemi një edhe do të jemi më të fortë në të ardhmen. Faleminderit shumë. Faleminderit. Në fund, qoftë më lejohet, një përshëndetje për miqt nga Gjakova, ishte kënaqësi e madhe që ishin sante në këtë aktivitet sportiv të organizuar nga shoqata e tifozëve të Vllaznisë, dhe kënaqësia e veçantë dhe një bukuri e veçantë ishte edhe prezenca e lojtarit të mbretërit kombëtar shqiptare Rudi Vata. Faleminderit. Faleminderit shumë.